Selamu alaikum, hoxhi nderuar, thot a lejon fejesat mes dy bajrameve? Aleikum selam, rahmetullahi, jo, nuk lejon, se nuk lind gruaja fëmijë. Apo bëna hajgara Allah. Veç mos më thuaj jo ti të bën hajgara hoxh. Allahu trujt, Allahu të bekoft. Nuk ka kurfar problemi, e di që është përmend të plakat, të pleqt, të ignorantët, të paditurit, kjo mesele. Mos i besa. Inshallah, s'po di e feju ma i martum, Allah të fejoft të martoft. Ty edhe gjithë ata që dëgjojnë, mes dy bajrameve, ban ditën e bajramit. Veç kur t'jen haqë, gjatë veshjes e ihramit nuk ban mu martu, as mu feju. Gjatë veshjes, gjatë qëndrimit në ihram, kretë kohë tjera e në halal. Nësë mërë matë mund, shuni martoni o djemë të ri, shuni martoni o i vajzat të reja. Keni të bon të netë ka 3-4 vjetë, keni dalë meqë, të zgedhe, të bon, të mas, ratën e vetën, bani fmi, për parani, lene mes dy bajrame, mes dy shingjegjeve, mes dy vitrive, mes dy asaj, mes dy kësaj. Lene këto sene. Allah ju përmirësoft.